Ju përshëndes, një agent i CIA-s paralajmëron, largohuni nga Amerika brenda vitit 2030. Përse? Pse e ka fjalën? Pse kjo deklarat? Tani po ju tregoj një përmbledhje të intervistës së tij. Ndiqeni me kujdes. Si gjithmonë kush është këtu rastësisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Zotëria në fjalë nuk është një agent normal, por ka qenë një oficer i lartë i CIA-s dhe quhet Andrew Bustamante. Ndoshta dikush nga ju e ka dëgjuar ose ndoshta dhe e ka parë, sepse ai ka kohë që e ka lënë shërbimin, pra shërbimi sekret. Dhe tashmë është i lirë dhe do t'ju them pse, sepse është e rëndësishme dhe kjo, por unë fillimisht do t'ju them mirë deklaratën që ai ka bërë dhe do t'ju them pastaj më vonë dhe këtë pse ai e ka lënë dhe pse ju mund ta keni parë. Atëre, Andrew në një intervistë ka bërë disa intervista, por në një intervistë që dëgjova është një orë ca intervistë, e dëgjova nga fillimi deri në fund, më ka prekur shumë, sepse ai tregon disa gjëra vërtet thelbësore që ne i përsërisim her pas here këtu bashk, bile edhe disa prej jush kanë shkruar në komente disa nga këto teori që quhen teori për ne, por ai i tregon, pra ky Andrew i tregon si të vërteta. Përse? E para njerë. A i thot që Amerika është një shtet i ri. Dhe shtet i ri, thot një vend i ri, është si puna kur ishte në Shqipëri për shkakun që ne glabëronim çdo tokë. Ishte toka e askujt. Në vitet 90 kur u hapën dyert, ne shkonim dhe merrnim toka. Kjo është një copime, kjo është jo dhe pa e kuptuar që është toka e dikujt tjetër që e kishte në vitet 46. E njëjta gjë dhe në Amerikë. Toka në Amerikë ishte indianëve nativ të Amerikës, kishte Evropës. Dhe që bën? Gjithë evropianët shkuan aty dhe morën në një copë. Pra duke qenë një tokere, një vend i ri, një shtet i ri, si thot dhe ky Andrew, ka këtë, si mund quhet, është i babzitur çdo njeri që të rrëmbej. Dhe nëse do të ndodh, thot, gjëja më e vogël, nëse keni vënë ndaj i kanë lënë dhe armët, thot ai, sepse armët janë mund të ngresh popullin në këmbë brenda një dite. Por njëkohësisht mund të ta vrasësh popullin brenda një dite sepse vriten mes njëri tjetrit. Dhe kjo ka qenë arsyeja që pse e kanë lënë dhe pse në vende tjera nuk ka mbajtje armësh në rrugë si bëhet në Amerikë. Tjetra është që përveç reprezaljes, përveç këtij kaosi në përgjithësi që është i qëllimshëm, si thot ky Andrew, por ka dhe një gjë tjetër, thot. Është detyruar, thot, duke qenë një shtet i ri, është detyruar, thot, që të ngjyej nga të gjitha vendet e tjera. Dhe për këtë japim të drejtë, sepse nuk ka një vend të botës, edhe në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, që nuk ka ngjyrë. Dhe kjo, thot, është e thjeshtë, sepse nëse ti ke ngjyrë, thot, deri sot, dhe ti nuk mund të ngjyesh dot nesër, si do të mbijetoj, thot, vendi? Pra si? Sepse do t'ju them një fakt të pakundërshtueshëm tani, përse e ka fjalën Andri. Nga momenti që u krijua Bashkimi Evropian, pse gjithë këto probleme i keni vënë re? Askush nuk e ka menduar një gjë të tillë. Pra që të gjithë mendojnë që po jo, sepse çdo gjë, çdo lajm, çdo gjë që bëhet, flasim gjithmonë për Amerikën. Amerika. Nuk flasim për vende të tjera, Azia, Kina, apo ku ta di unë. Amerika. Pse? Pikërisht pra sepse ka buxhetin financiar shtetëror më të madh. Pikërisht sepse ka një miliarderët më të mëdhenj në botë. Pikërisht sepse kryesisht çdo gjë duke u varur nga dollari, miliarderët më të mëdhenj janë në Amerikë dhe aty marrin, pra kanë tërhequr parat. Dhe kjo çdo të thotë. Në qoftë të se do të tërhiqet Evropa dhe do të shikoj punën e saj, në qoftë se Kina është tërhequr dhe shikon vendin e saj dhe zhvillimin, në qoftë se Rusia po ashtu dhe vendet e tjera, ku të shkoj të ngjyej? Pra këtë thot Andri, thot tani nuk e kuptoni, por do t'jetë vonë kur ta kuptoni, thot. Sepse duke mos ngjyer në çdo vend, do vi momenti që nga do hanë njëri tjetrin, sepse s'kan. Ku do ushqen? Ana tjetër, si thot dhe vet, thot në qoftë se thot i keni vënë re, bën një krahasim fantastik. Yahoo, në momentin që u ndërtua, pra në fillimet e para, Yahoo ishte gjigant, njësoj si edhe Google. Por çfarë ndodhi? Google mori
bëri disa lëvizje madhështore dhe e rriti potencialin, qoftë ekonomik, por edhe global. Yahoo u zhduk, po thuaj se ra. Dhe çfarë i duhej? Aty kuptoi që nuk kishte punuar siç duhej, sepse kishte zhvillimin e mori dikush tjetër. Pra, kur ishte në momenti që ishin konkurrent, duhet që të vazhdonte me zhvillimin, jo të qëndronte në një pozicion aty ku ishte Yahoo-ja. Dhe në këtë rast Google mori përpjestime të mëdha dhe nuk mundi që ta mposhte dot. Dhe çfarë bëri Yahoo? Bëri WhatsAppin. WhatsAppin që ja shiti pastaj Facebookut. Tani, pse thot këtë ai? Thot sepse në këtë periudhë që po flasim, fuqin e ka marrë Kina. Dhe nga momenti që e ka marrë Kina, nëse mbani mend, para një viti kemi bërë një video këtu ku kinezët, pra vetë ministri i parë kinez e tha publikisht. Tha, ne kemi në dorë prodhimin. Tani, çfarë bëhet nëse na vini taksa? E tha publikisht. Çfarë do thot kjo? Nëse ti më vendos taksa, thot, nuk ka problem. Ti vendos edhe unë. Por taksat që vendos unë, thot Kina, janë më të mëdha nga taksat e tua, sepse unë prodhoj dhe ta jap ty. Ti ka ardhur unë. Si tha Amerika pastaj, nuk ka problem, tha Amerika dhe Donald Trump. Do t'i sjellim të gjithë në Amerikë, tha, të gjitha prodhimtarit në Amerikë. Çoj. Dhe shikoj si do pra ta filloj nga e para, është sikur ta fillosh nga zeroja, po për më tepër si mund të quhet, lënda e parë kushton shumë në Amerikë. Pra kushton 10 fish i asaj që sot kushton në Kinë. Kështu që si do ta shes me të njëjtin çmim? Nuk mundet. Pra do të rris çmimin. Nuk e di më kuptoni apo jo, është e thjeshtë. Me një fjalë, dikush në Kinë e prodhon me një çmim 5 lek. Ti e merr si kompani, meqense ti e ke kompaninë amerikane, shkon atje, e bëri me 5 lek, ti e shet 10. Por ti në vendin tënd je i detyruar, sepse lënda e parë kushton shumë, që ti ta fillosh me 10 koston. Sa do ta shesësh? Do ta shesësh 15, 20, sepse dy fishin pra, sepse duhet paguash dhe taksat. Apo jo, edhe punëtorët, të gjitha. Pra, këtë thot dhe ai që tani, duke u zgjuar, thot, Kina, që është bërë një potencë, thot, dhe duke i përgjigjur Amerikës dhe vendeve tjera, duke të gjithë tani rinë urt kundër Kinës, dikur talleshin me Kinën. Por Kina është bërë një potencë ma, një fuqi e marramëndse. Dhe kjo thot, ne thot e kuptuam, por e kuptuam vonë. Dhe tani po mundohemi thot që të rimarim veten, por do nda gjej thot si puna e Yahoo-s me Google-in, sepse është e njëjta gjë thot. Nuk mund ta mposhtësh dot sot. Është e pamundur. Duhet ta kontrolloje që dje, ti ishte në nivel, nuk ishte në nivel. Bire, ende sot nuk është në nivel, sepse gjithë kompanit, po thoj pjesa dërmuese e kompanive, janë atje. Edhe sikur mos janë atje, prodhojnë në Kinë. Pra, problemi, si që thot Andry, nuk është i tanishëm, por është problemi që është gjeneruar vite më parë. Dhe si mund të zgjidhet sot? Nuk mund të zgjidhet. Sepse Amerika, thot ai, rron thot me borxhe. Dhe ti thot, sa do vazhdosh me këto borxhe? Do vazhdosh një vit, 2, 3, po pastaj mbaron. Pra, ai ndaj tregon për këtë moment falimentimi, si mendimi ti që duhet, me së zbën, duhet t'i keni thot para vitit 2030. Bile ai flet edhe për fëmijët e tij. U kam thënë fëmijëve, thot, fëmijët e mi, sepse unë thot kur isha 15 vjeç, thot, unë thot kisha shanse thot që të punoj, sepse kishte të ardhur. Sot thot është vështirë, të gjesh punë është vështirë thot që të kursesh, është vështirë thot që të blesh shtëpi etj etj. Është vështirë që të fusesh para në bankë, thot, sepse banka i arritur shumë, thot, taksat etj etj. Është shumë komplekse, por në fundi tha, po them vetëm kaq. I thash fëmijëve, ikni. Nuk di ku të shkoni, por mos rrini në Amerikë, vetëm ikni. Pra, pse këtë deklarat kaq të fortë? Ju çfarë mendimi keni? Ju që jetoni në Amerikë apo në vende të tjera që keni qenë në Amerikë dhe thoni dhe keni informacion, ju çfarë mendimi keni për këtë deklarat të Andrew Bustamante? Tjetra, Andrew ka punuar vite të tëra, është i datlindjes 1970, kështu që është një vjeç më i vogël se unë. Dhe ai ka punuar për që kur ishte i ri, thoshte, me shërbime sekrete, dhe e ka lënë para 4-5 vite, mos gaboj, dhe nuk do që t'ja di më. Pse? E para njërë, thot, unë nuk dua, thot, që të kem, thot, një fund të trisht. Ndoshta dikush nga ju nuk e ka kuptuar, por me sa mora vesh unë, ka frikë se
të përdorin, pastaj të heqin qafe. Me fjalë me gjërat ndryshme që nuk e kupton fare. Dhe ai thot më mirë tiki tani thot me buzëqeshje dhe krenar thot dhe aq sa të më mbeten të jetës time ta jetoj mirë, se sa thot të marr para po të vuaj. Pra këtë thot e bëra këtë zgjidhje dhe tani kjo është. Dhe ai është bërë influencer tani. Bën video në për rrjetet sociale, ka bërë disa intervista, por duket njeri thjesht, por ka qenë një oficer i gradave të larta. Megjithatë, doja t'ju pyesja juve, ju çfarë mendimi keni për këtë situatë? Pse kjo situatë e ndërlikuar, pra u shfaq pikërisht në momentin